Atëherë, kam dëgjuar që të njerëzit natën flet Alketa po sytin mban mbyllur. Nuk arritur të japi sy. Atëherë Duri, kur ishte Alketa e vogël, 5 vjeç, i vinte një tru tjetër Alketës së shkollës, sepse fëmia nuk duhet të alarmoj që dikush e vriste apo e godiste apo i bënte keq. Duri kishte mësuar të vinte një tru tjetër natën. I vinte një tru tjetër natën. Dhe komunikonte me Alketën me trurin tjetër natën. Që Duri komunikonte me vajzën e vogël. Por e cëptonte shumë vajzën e vogël me trurin tjetër, që ishte Alketa e shkollës me tru tjetër. Kur vinte mëngjesi, ajo lëriste, qante, nuk e donte Durin. Kam dëgjuar që e ka ndihmuar Lane, që ai ishte nga Dora. Në mëngjes, vajza e vogël nuk ishte atë truma. Ishte si gjithë nxënësit. Nuk mbante, s'kishte memoria. Por duke u rarë shpesh, duke u kockuar, ngacmuar kocka shpesh. Ajo vajzë kishte frikë kur hape dera e klasës. Pa vetije. Po të hape dera e klasës, ty në dikush ajo trëmbe. Ka ardhur të më marrë. Vetëm të ndjenë frike kishte vajza e vogël me trurin tjetër të shkollës. Tani Duri, kur nuk arrin të gjë, me Alketën me sy mbyllur, i vën trurin e vogël të dikushëm, të moshës 5 vjeçare Alketës së madhe. Për të kuptuar që Alketa është idiote, është budale, është rrugaçe, është e keqe. Sepse njerëzit nuk e dinë që ishte truri i vogël i Alketës që kishte ruajtur në sirtaret e tij. Të aparaturave, nuk e di ku i mban. Ja vendos Alketës së madhe këtë tru që ishte dikur Alketa e vogël dhe reagojti truri i të voglës që njifte Durin, aple letën. Por nuk i ka dashur, i ka frikë shumë. U lëret nëse do i afrohet Duri apo aple apo leta. U lëret shumë, qanë. I ka frikë shumë. Truri i vogël i Alketës së dikush. Në mëngjes unë nuk e kam atë tru. Unë jam vetja. Më thonë, nëse unë mbaj sytë hapur, unë jam vetja. Por momentin edhe fuqia thot që unë e lejoj trurin e vogël që vën Duri, sepse komandon Duri për momentin. Ajo nuk është e frikshme, është thjesht një vajzë e vogël që merrohet nga Duri. Dhe flet me ironi, hajde, afro, hajde, se unë jam vajzë e vogël, thot për hajde. Është ironike edhe ajo, është pjesë e trurit të Alketës së madhe. Por në momentin që ajo vajzë u lëriste dhe qante çdo natë në shtëpi, nuk kontrollonte veten, ai vendosi të hiqte këtë tru, të hiqte memorien. Quhet memoria e Alketës së vogël. Ja hiqte që të vinte tru tjetër dhe të ishte normal gjatë ditës dhe mos qante. Pra, truri vogël që qante, që qanë dhe që flet me ironi, e ndihmon bufeta që t'jetë normal, që mos qaj shumë, që t'jetë allegro, e ndihmon që të mos ketë shumë frikë me pak fjalë. Ndihmon fuqia. Por është pjesë e trurit Alketës së vogël, që e shqyente Duri. Thoshte, hajde, a do më vrasësh? Hajde, se për këtë vjen. Pra të që donte të vinte atë fliste. Vajza 5 vjeçare që e kthyer shumë ironike. Në që e vërisnin.